diturisë vjen diçka. Nuk ka mundësi që me marrë dituri dhe në fund me dalë zbrazë. Mos me përfitu asgjë prej saj. Bereqeti i diturisë është praktika. Cilësia e dytë, e cila shumë e rëndësishme të një i udhëzuar, praktika e fesë Allahut Azza wa Jall. Nxjerrja e teorisë në praktikë. Ibadeti, devotshmëria ndaj Allahut Azza wa Jall. Andaj këtu secili i udhëzuar i ban pyetje vetvetes. Çfarë i udhëzuar jam unë? Çfarë i udhëzuar je ti me ibadetin ndaj Allahut Azza wa Jall? A ka mbet udhëzimi im në pamjen e jashtme? A ka mbet udhëzimi im udhëzim formal? A ka mbet udhëzimi im vetëm me disa gjëra që duken? A ka mbet udhëzimi im vetëm te disa farze? Ku janë ibadetet tonë? Ku jam unë edhe ti? Ku është udhëzimi jonë në nivelin që duhet me ibadet ndaj Allahut Azza wa Jall? Dhe është e njohur, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Omar ibn Khattabi, llogarit në vetveten para se të llogariteni te Allahu Azza wa Jall. I udhëzuari ka nevojë për llogari. I udhëzu po, që sa ko 1 vit, 2, 3, 5, 10, llogari vetvetes. Çka kam bë unë për këto vite për hir të Allahut Azza wa Jall? Ku jam unë sot me ibadetin dhe Allahut Azza wa Jall? Kontroll vetvetes. Brenda ditës, brenda javës, na dim, a mos dalim ta shumë teori dhe mbetet ajo teoria e thot pa kurfar bereqeti dhe suksesi. Po në realitet, llogari vetvetes, për kujtim vetvetes, ku është ibadeti? Vetëm farzet apo edhe sunetet? Ku janë sunetet? Pasues i sunetit, cili sunet? Pasues i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, cilit pejgamber? Bane krahasimin e ibadetit, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o shumë sahabeve, o shumë tabiinve, e kështu me radhë. Ku jemi ne me ibadetin dhe Allahut Azza wa Jall? Ku je ti me ibadetin? Sot unë edhe ti, sunetet. Sunetet brenda ditës, sunetet e forta. I ke fal 12 rekat? Ke fal 14 rekat? Sunetet e forta. Sot valla i zan, dje, par dje, brenda javës, brenda mujit, cilën dit komplet sunetet e forta i kam qunë vend për hir të Allahut Azza wa Jall. Mos flasim për farzet. Tu nuk ka vend për diskutu. Farzet ai ke fal ajo, se ti nëse nuk e fal farzin, u kry, ajo është jashtë teme, është një temë tjetër. Sunetet, pikpyetje. Namazin e natës, pikpyetje. A do të kthehem mbram? X. Parnat? X. Trinet ma herët deri në sa. Se cili prej neve kthehet, ndoshta shumica, inshallah nuk është ashtu, ndoshta shumica e të udhëzuarve duhet kthehen deri në Ramazan. Dhe ajo është fatkeqësi. Leximi i Kur'anit, gjuzi i fundit, që e ke lexuar Kur'anin, fjalën e Allahut Azza wa Jall, ndoshta duhet kthehen deri në Ramazan. Agjërimi nafile, ditët e bardha, e hanë e ejtë, ndonjë ditë, ndoshta prap do të kthejmë deri Ramazan. Ku është ibadeti? Ku është ibadeti? Tham e para, njeti. E dyta, dëgjimi. E treta, kuptimi. E katërta, veprimi. Heke veprimin. Dëgjimi, kuptimi, shpërndarja. Ku është veprimi? Ku është haramet që neve na rrethojnë për çdo ditë? I udhëzuar, hala nuk mundet me i lënë disa harame. Na nuk flasim tash për alkoolin, se nuk ka të udhëzuar, ka musliman që pinë alkool, po për atë kategorin që mundohemi të flasim, nuk ka prej tyre që pinë alkool. Alkool jo, ama duhan po. Duhani s'mundet me elon. I udhëzuar, një tym s'mundet me largu prej vetvetes. Kjo është fatkeqësi. Hala ofendimet, sharjet, nënçmimet, s'mundet me largu prej gjuhës ti. I udhëzuar, e shan vllaun, shan nanën, motrën, çfarë i udhëzuari? Na nuk themi që nëse i ban edhe këto gjërat që nuk janë prej gjunave më të mëdha,
ti del prej dini, ti nuk je udhëzuar, jo, ti udhëzuar je. Çfarë i udhëzuari? Për gjërat vogla, s'ka mundësi me kontrollu gjuhën, me kontrollu veprën, me kontrollu gjendjen, me kontrollu imanin. Ku është ibadeti? Pas gjitha këtyre që dëgjohen dhe lexohen dhe kuptohen, vjen ibadeti, vjen veprimi. Kështu kanë qenë të parët, që ne mundohemi t'i pasojmë. Na mundohemi me pasu Ebu Bekrin, Homerin, Othmanin, Aliun, sahabët, tabiinët. Në çfarë aspekti? Gjershu mjekran dhe u kry namazin, tekbiret, dhe kjo është udhëzimi? Ja, kjo nuk është udhëzim. Ky nuk është udhëzim, ky është udhëzim formal. Ose udhëzim i pamjes jashtme. Jo, nuk mjafton. Nëse nuk ka praktik dhe ka teori, ai udhëzim është udhëzim i zbrazët. Udhëzim i mangët. Udhëzim i cili ka nevojë për udhëzim. Ky udhëzim ka nevojë për një udhëzim tjetër, udhëzim të real.